Ju lutem deputet që t'i zini vendet tuaja, edhe ministrat të kabinetit. Në ndërkohë para se të nisë zyrtarisht seancën, i ftoj grupet parlamentare që nuk janë të pranishme në këtë seancë që të vinë dhe të jenë në përputhje me obligimet e tyre kushtetuese. Sipas informacioneve që ne i kemi, ata janë në përzyret të tyre, prandaj i ftoj që të lëshohen poshtë dhe që të vinë në seancë plenare. Presim që deputetët që nuk janë të pranishëm në këtë seancë të na bashkohen. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër Kurti dhe kabinet qeveritar, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë si jashtëzakonshme. I hap punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të thirrur me kërkesën e 41 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Filloj me pikën e vetme të rendit ditës, pra për këtë seancë, që është zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, ju njoftoj se kandidatët e mëparshëm, pra të nominuar për president të Republikës, zoti Konjufca dhe zonja Mulhaxha Kolçaku, janë tërhequr nga kandidatura për president. Tërheqjet i kanë pranuar edhe zyrtarisht të protokolluara përveç deklarimeve në seancën e kaluar. Prandaj në mbështetje të nenit 86 Kushtetutës Republikës Kosovës janë nominuar 2 kandidate për presidente, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha.